في المؤمنين الصادقين رجال. Vazhdoj me pyetjet, i cili thot: shpresoj se këta pyetje do t'i përgjigjet hoxha i nderuar Sadullah Bajrami. Disa ligjëratat e fundit jeni fokusuar në shenjat e kiametit dhe keni treguar një histori islame e cila është një variant e historisë islame sipas arabëve, ndërsa historia botërore e tregon një histori pak më ndryshe. Gjatë ligjëratave i kritikoni shumë shijat e Iranit dhe shijat në përgjithësi. Pse është kjo? Disa dietar islam i konsiderojnë shijat si të devijuar, ndërsa shijat janë njerëz musliman të cilat e shqiptojnë fjalën la ilaha illallah. Pse kanë të drejtë disa dietar islam të konsiderojnë shijat si të devijuar dhe në disa raste si jo besimtar? Pse nuk mundohen disa dietar të ofrojnë njerëzit në vend se t'i largojnë? I ndëgjojmë ligjëratat tua me vëmendje dhe janë me të vërtet dobipruese. Allahu ju ruajtë dhe ju shpërbleft në këtë botë dhe botën tjetër. S'ka dyshim se është pyetja ndoshta me vend për atë që nuk i njeh shijat. Sa i përket historisë islame që ne jemi fokusuar në ta apo e kemi transmetuar historinë arabe, ne faktikisht kemi folën për çështjet të cilat kanë ndodhur te arabët. Dhe normal se është shumë e logjikshme që ato të jenë më të vetëdijshëm nga të qertë. E dyta nga ato, ne kemi transmetuar ngjarjet të cilat kanë ndodhur më herët sipas transmetimeve të vërtetë, nga se ummeti dhe muslimanët dallohen nga ummetet tjera posendojnë zinxhir të transmetimit. Pra çdo historian i cili transmeton ngjarje që ka ndodhur qoftë afër apo larg, nuk e posedojnë këtë veçori. Pra muslimanët veçohen me shumë sende. Njëri nga këta është veçohen me zinxhir të transmetimit. Pra posedojnë transmetim të vërtet dhe historia nuk pranohet tek musliman përderisa nuk ka zinxhir. Thashë e para nga ato ne kemi biseduar për disa ngjarje që kanë ndodhur në botën arabe. Dhe është normal që të mirët historia e tyre. E dyta nga ato ne kemi marrë nga zinxhiri i vërtet dhe nuk kemi nënshtru apo nuk i kemi marrë ato transmetimet të cilët janë të pavërteta. Është e vërtetë gjithashtu se ndoshta në ligjëratat jemi tregu të ashpër kundra shijave, po mendoj se nuk e kemi tregu ashpërsinë sa duhet të tregohet. Për shkak se shijat janë armiku i mbrëmshëm i muslimanëve. Shijat janë rënuesit të islamit të mbrëmshëm. Tha Allahu Azza wa Jall kur flet në Kur'anin e Kerim për munafiqët, thot qatalahumullah. Allahu i vraf. Pra Allahu Azza wa Jall na i tërheq vërejtje nga armiku i mbrëmshëm. Armiku i mbrëmshëm i islamit janë shijat. Për shkak se ndryshimi ne me to nuk janë në çështjet sekondare. Po ndryshimi i muslimanëve, i ahlisunetit dhe xhamatit me shijat janë çështjet parimore. Sa është e mundur që krishterët të bashkohen me çifutët, aq është e mundur që shijat të bashkohen me ahlisunetin e xhamatit. A nuk është e mjaftueshme për të binë se shijat janë ata të cilët shumicën apo në tërësi shokët e pejgamberit Allahut i kanë nxjerrë pi besimit? Pra shijat janë ata të cilët na i rrënojnë transmetuesit e Kur'anit dhe Sunnetit. Pra ata dëshirojnë dhe tentojnë që të rrënohet fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për shkak se kush na është barc i Kur'anit Kerimit dhe Sunnetit pejgamberit Allahut. A nuk janë shokët e pejgamberit? Nëse rrënohen dhe akuzohen shokët e pejgamberit Allahut, atëherë shkëputet zinxhiri që na transmeton Kur'ani Kerimin dhe Sunnetin e pejgamberit Allahut. Për atë është thonë, pyetni çifutët kush janë njerëzit më të mirë, do të thojnë shokët e Musait. Pyetni krishterët dhe thuni, kush janë njerëz më të mirë, do të thojnë shokët e Isait. Pyetni shijat dhe thuni, cilët kanë qenë njerëz më të këqinj, thojnë shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. A është e mundur që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të i ketë shok më të këqinj? Pra këto janë shijat të cilët ndryshojmë inshallah unë për to do të përgjigjem në emisionet e ardhshëm, për shkak se jemi në fund të emisionit dhe do të tregojmë se pse shijat janë armiq të fjalës la ilaha illallah. Vërtet ato e shqiptojnë apo e kanë mazg shqiptimin e fjalës Allahu Azza wa Jall, shahadetin e shqiptojnë, megjithatë ato janë të partë që i kanë urrë pasuesit të shahadetit. A nuk janë ata të cilët e kanë akuzuar Abu Bekrin me kufër, e kanë nxjerrë pi besimit? A nuk janë ata që na shajnë nonën e muslimanëve Aishë? A nuk janë ata
që e kanë nxjerrë për besimin e Omerit, a nuk është Ebu Bekri dhe Omeri, dhe Aisha që e kanë shqiptuar shahadetin, pra janë ato armiqt e shahadetit. Për këtë arsye, mendoj se këto janë armiqt e mbrëmshëm dhe ne do të tregojmë se ku janë ndryshimi e Ahlisunetit dhe xhamatit me shiat. Inshallah në emisionet e ardhshëm. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban prej atyre që e pasojmë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. I dojmë shokët e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na bashkon në xhennet me pejgambert e Allahut, me njerëz besnik, me dëshmort, me njerëz të mirë që kontribuan për këtë din. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na kupton dinin sikur që duhet. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na dashuron sunetin e pejgamberit Allahut. Lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na atron atë që ne kemi harruar, papyqjet të cilat na kanë arritur dhe kanë ngel, inshallah do t'i përgjigjemi në emisionin e ardhshëm, nëse don Allahu Azza wa Jall dhe xheli ban sabër, dhe në fund ju lëm në kujdesin Allahut subhanahu wa taala, duke ju dëshiruar çaste të këndshme. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.